Trump fitoi, por si numër ishin më të shumtë amerikanët që votuan për Hillary Clintonin. Disa orë pas se ish sekretarja e shtetit e telefonoi kundërshtarin e saj për t'i uruar fitoren, rezultati i votës popullore është 47.7% për të dhe 47.5% për republikanin. Shifrat duken të destinuara të ndryshojnë pasi po numërohen dhe votat e dërguara me postë, por nëse trendi vazhdon të mbetet i tillë, Clintoni do të bëhet e para kandidate presidenciale që prej Al Gorit në vitin 2000 që fiton votën popullore dhe humbet zgjedhjet. Rivali i saj triumfoi sepse arriti të siguronte më shpejt 270 votat e nevojshme elektorale. Ironia është se 4 vjet më parë, ai vetë do të shkruante në Twitter se kolegji elektoral është një katastrofë për demokracinë. Përpara Al Gorit në një situatë ngjashme kanë qenë dhe kandidatë të tjerë, këtë herë të shekullit të 19, Samuel Tilton dhe Grover Cleveland, të cilët siguruan më shumë vota popullore, por nuk arritën të bëhen president. Amerika përdor në zgjedhje një sistem të quajtur kolegji zgjedhor, i cili cakton një nivel votash elektorale për çdo shtet bazuar në numrin e popullsisë. Me përjashtimin e Nebraskës dhe Mainit, në të gjitha shtetet e tjera, kandidati që merr shumicën e votave merr të gjitha votat elektorale të atij shteti. Presidenti i ardhshëm i vendit bëhet ai që siguron të paktën 270 nga 538 vota elektorale që janë gjithsej.